Me afrimin e temperaturave të larta, Drejtoria Rajonale e Ujësillës Kanalizimeve Lushnjë e Divjak ka hartuar dhe po zbaton një plan masash të detajuar për sezonin veror 2025, me qëllim garantimin e furnizimit të pandërprer me ujë të pijshëm për mijëra qytetarë në bashkitë Lushnjë e Divjak. Fal investimeve të qeverisë shqiptare dhe menaxhimit efikas nga kjo drejtori, sot Lushnja dhe Divjaka furnizohen pa ndërprerje me ujë të pijshëm, një standard i rëndësishëm në rritjen e cilësisë së jetesës. 7 janë pikat kyçe të planit të masave për verën 2025. Remonti plot dhe gatishmëria e stacioneve të pompimit, kontrolle të vazhdueshme të paneleve elektrike, ekipet e gatishmërisë të shpërndarë në Lushnjë, Divjak dhe në zonat bregdetare, mirëmbajtje vazhdueshme e baseneve ujore, kontroll dhe monitorim konstant i rrjetit të shpërndarjes, pajisje të gjitha stacioneve me pompa rezervë dhe situatë emergjente, furnizim 24 orë edhe në kulmin e kërkesës për zonat urbane dhe turistike. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, drejtori rajonal Zoti Klajdi Shkurti u shpreh se po menaxhohet çdo situatë me profesionalizëm dhe përkushtim maksimal në bashkëpunim të ngushtë me inxhinierët dhe struktura teknike. Uji është jetik, veçanërisht në këtë sezon të nxehtë dhe po punojmë çdo ditë për të garantuar furnizim të qëndrueshëm në çdo shtëpi, u shpreh ai. Ai ka bërë edhe një thirrje për qytetarët për të patur kujdes dhe për të kursyer ujin, sidomos gjatë ditëve të nxehta, për të shmangur shpërdorimet dhe për të siguruar që secili të ketë ujë të mjaftueshëm. Ky komunikim reflekton përkushtimin e kësaj drejtorie për shërbim cilësor dhe të qëndrueshëm ndaj komunitetit dhe për të përballur me sfidat e sezonit veror me masa konkrete dhe efikase.